Se ka disa që nuk kam pas problem, edhe po i shonë komente, jo, unë s'kom pas kur problem. Unë nuk po thëmë që se si dhe ka problem. Por mjafton edhe gjithmonë që i ka problem. Por mjafton njerë me pas problem edhe situata me të traumatizu kështu but me thënë. Ka bashkëdhetarë tanë që qarkullojnë me vite edhe kalojnë pas ti problem edhe one me vite kom qarkullu në për Sërbi, tash s'fundi kom hi në farë liste të tëre dhe gjithmonë tash jem për cilje, në mështë 4-5 herë të fundit ma dje dhe me keren diplomatik të ambasadës Kosovës që quhet në Sërbi zyra ndër lidhjes, edhe në ato pom nalin, ata bethojnë sërbisht do datë në provera, një verifikim shtes, por që ka kom vërejt, se unë tash për përcjeli këtë situatë që sa kohë, ko marë si mision me ju ndimu qytetarve, jënë shpeshtu ndalimet, jënë shpeshtu kontrolat, jënë shpeshtu arestimet, jënë shpeshtu gjitha format e një kontrolit të qytetarve të Kosovës që po kalajnë. Nuk e kom qartë pse arsy, nuk e di, po për shamu nuk ka qenë për para protokoll, me të nalë me thonama telefonin. Tash, në Sërbi, telefonin nuk i obligim ti askujt mja hap, as policis pa vendim gjyqit. E bën në kërkesën prokuroria, edhe urdhënon, atër e hap telefonin edhe me zarë. Por me të nalë policin në rrugë, nuk ka drejt. Po ata kanë gjithë një formë tjetër. Po të nalën 2 natës, kryesisht nalën, ose si të hinë, Batrovci Bajakovo, është kufini ka Kroacia, ose si të hinë po të fusin një farë garajë është aty, gjithmonë ka, çdo pikë kufitare ka venin ku kontrollohen, ku që montohen veturat, eventualisht dyshajnë në një narkotika, qëfar do lloj kontrabande, ose kur po hynë e pagun taksën rrugore që e pagun, edhe pas asaj po të nalin, edhe bëthajnë, ama tash o telefoni, ti bëthu jo, dikush e thot jo, nuk i drejt, a thot, ma mirë të qelma te, nëse s'ki kur gjo, se na të marim, të arrestojmë edhe me vendim gjykatës, na të marim një mujdet, edhe të hapim. Edhe tash, po e hap telefonin, po njoni po më tregon. Tha e hapi telefonin, këshyri s'kisha kur gjo. Tha, në njërë eksplicite, në tha, pëllypim dishka me sheja të terrorist dhe të qëkës. Edhe tha, disha tha që s'kisha kur gjo, tha, edhe kom lezu postimin, to tha e kom pastru. Kur këshyr, tha kur do me gjithë, peshe në mesazh të WhatsAppit, dikush ma ka uru ditën e pavarësis, me një flamur, anë që i bojnë këto siglat, flamuri Shqipëris, flamuri Kosovës, edhe poshtë pishkun Ulqeke. Terrorist, ma kam vra babën, s'ma kam vra babën, edhe që tu po lindin të lashët. Të dilën mu më shkrun, e ko marë lejen prej këti personit, Ilir Regjaj. Mërgjimtari i Kosovës. Po, mërgjimtar. Tash do të më thonë që unë në mënyrë pavarur pretendimet e askujt nuk po kom kapacitete me verifiku. Nëse ajë më thotë mi kanë marë policia parët, unë e besoj që ajë nuk ka arsy me rajtë, po unë nuk kom mundësi me verifiku. Unë po më lajmërohen shumë lajmërohen. Transmetim, po. Ilirim tha, në dalje, tha më kam fut me një garaj. Kanë qenë 5 polis. Njeni ka qenë me tatuash, o do ishte pak ma i madhë, ma i zhvillum, në 4 gjys, pas dite. Pas dite. Iliri ka dalë me Audi A6, që shmë tha, karavan, me tabelat Mariborit të Slovenisë. Pra unë qëllimisht për thëmë këto detaje, që eventualisht, letë fillojnë edhe Ministria Punëve të Brendshme e Sërbisë hetim për polisat.